Në qytetin e Shkodrës është duke u ndërtuar Muzeu i Krimeve të periudhës komuniste. Muzeu ndërtohet në njërin prej ish-burgjeve më famkeq të periudhës së diktaturës, vend në të cilin u burgosën dhe torturuan me qindra kundërshtar politik të regjimit komunist. Pas pavionit të genocidit komunist, hapur vitet e fundit në Muzeun Kombëtar në Tiranë, ky do të jetë muzeu i parë i këtij lloji që ndërtohet në Shqipëri. Për më tej ndjekim korrespondentin e Zërit Amerikës Pëllum Sulo. Muzeu i Krimeve të diktaturës po ndërtohet në qendër të qytetit të Shkodrës, atje ku në vitin 1945 u ngrit një nga burgjet më të egra të regjimit komunist, në të cilin u burgosën dhe torturuan me qindra kundërshtar politik të regjimit. Ky burg mbijetoi për më shumë se 40 vjet, duke përcjell një pjesë të dëshmive të asaj periudhe. Për ndërtimin e Muzeut të Krimeve të diktaturës, arkitektët dhe kuratorët kanë studiuar edhe muze të ngjashëm të ndërtuar në vendet e Europës lindore. Drejtuesi i firmës ndërtuese që po punon për zbatimin e projektit të muzeut, Mark Gjeka, thotë se është ruajtur struktura e qelive dhe dëshmive të tjera të mbetura nga ajo periudhë. Jena mundur shumë që të ruajmë qelitë siç kanë qenë. Anën konstruktive nuk e kanë lëviz absolutisht dhe jena mundur gjitha shënimet që të ndryshme që kanë bërë burgosur të kaluar në vitet e komunizmit, që kanë kaluar nëpër këto qeli, i kemi ruajtur të gjitha suvatimet dhe gërvishet dhe fjalët që kanë shkruar ato nëpër të gjitha qelitë. Janë 20 qeli në katin e parë që përkasin periudhës 1946 e mëdhej dhe janë qelitë e reja të ndërtuar më pas viteve 80. Për kryetarin e Bashkisë së Shkodrës, Lorenz Lukën, Muzeu i Krimeve të diktaturës do t'i shërbejë kujtesës kombëtare dhe nderimit për viktimat e komunizmit. Muzeu do të jetë përshkruar si një periudhë të dhimbshme, të një vuajtje të madhe, të një populli që ka rezistuar për 50 vite me radhë, të atyre intelektualëve që nuk kanë ndruar asnjëherë idetë, por i kanë qëndruar ideve të tyre, të cilat kishin një qëllim, të ndërtonin një shtet demokratik. Unë besoj se impakti i këtij muzeu nuk do të jetë vetëm në nivel lokal, por do kalojë përtej niveleve lokale, kombëtare dhe besoj se mesazhi që ne përcjellim nga ky muze është mesazhi që njerëzit në Shkodër kanë vuajtur, janë dhënuar, por janë pikërisht ato që dinë të falin. Muzeu i Krimeve të diktaturës është një projekt i përbashkët i Ministrisë së Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve dhe Bashkisë së Shkodrës. Ministri Aldo Bumçi thotë se pas përfundimit të plotë të këtij muzeu do të vazhdojë puna për ndërtimin e muzeve të ngjashëm që do të dëshmojnë krimet e periudhës komuniste. Ka përfunduar ana fizike e muzeut dhe shumë shpejt shpresojmë brenda këtij vitit përfundojë dhe ana e ekspozimit të atyre objekteve dhe e pamjeve filmike që do krijojnë atmosferën për të përcjellë të gjithë atë atmosferë që ekzistonte në atë periudhë. Ky është institucioni i parë, mbas hapjes së pavionit genocidit Muzeun Historik Kombëtar, ky është institucioni i parë muze që po ndërtojmë dhe dëshirojmë të vijojmë më tej me burgun e Spaçit. Kemi filluar me hartimin e projektit dhe shpresojmë që mbas Muzeut të Torturës këtu në Shkodër të vijojmë me burgun e Spaçit dhe më tej me përzgjedhjen e një zone kamp internimi për të ndërtuar dhe atje një muze që do përfaqësojë kampet e internimit në Shqipëri. Muzeu i Krimeve të diktaturës pritet të hapet në përfundim të këtij viti për të shndërruar në një qendër të vizitueshme për vizitorët vendas dhe ata të huaj. Ai do të jetë muzeu i parë i këtij lloji që ndërtohet në Shqipëri pas pavionit të genocidit komunist, të hapur vitet e fundit në Muzeun Kombëtar të Tiranës. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pëllum Sulo.